opozita, por edhe partitë e reja. Atëre, Partia Socialiste, jo me sondazhet, por ashtu siç ka ndodhur në mënyrë tradicionale, është parti e parë, por në këto zgjedhje, Partia Socialiste nuk mund të marrë më shumë se 69 ose 68 mandate. Opozita? Partia Demokratike kanë fjalën, pa pjesën tjetër të partisë. Opozita, për mendimin tim, Partia Demokratike dhe opozita në mendimin tim do të marrë mandate. Partia Demokratike do të sigurojë mandatet e listës së sigurt, nuk mund të shprehë me listën e hapur, por partitë e reja politike e ka 50-ën? Do ta kapi 50-ën, patjetër do ta kapi. Unë besoj se mund të kapi edhe 62 me 60, por kjo do varet nga mënyra e komunikimit në fushat që do të ketë. Po përsëri e them, Partia Socialiste nuk mund të kapi dhe nuk duhet të kapi, pra dy gjëra them, nuk mund të kapi dhe nuk duhet të kapi mbi 70 mandate, dhe unë kam një mendim ekstrem dhe besoj që Partia Socialiste, në rast se ka njerëz që duan Partinë Socialiste ta mendojnë, që Partia Socialiste për të zbritur nga pushteti i duhet një gomardare. Dhe gomardare në këto kushte ja ofron vetëm Partia Demokratike me një koalicion të gjerë midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. E them sepse në këto zgjedhje kemi një situatë që asnjëri s'e ka vënë re, po thjesht u pa, po asnjëri nuk e ka komentuar. Individ që kanë qenë me Ilir Metën kanë ikur tek Edi Rama. Individ që kanë qenë me Lulzim Bashën kanë ikur te Edi Rama. Individ që kanë qenë me Sali Berishën kanë ikur tek Edi Rama. Që do të thotë, këtu kemi të bëjmë me një PR tjetër, pavarësisht se këto lëvizjet janë bërë tek partia në pushtet, kjo tregon qartazi që partia në pushtet po bëhet gati që të japi vetë mesazh vetes që jemi akoma më të hapur për një koalicion të mundshëm, detyrues me Partinë Demokratike. Partia Socialiste nuk zbret dot nga pushteti në mënyrë absolute. Pra, në 2021 mori 46, në 2025 merr 5. Jo. Partia Socialiste duhet të fillojë të bie gradualisht nga pushteti në mënyrë të kontrolluar, sepse kështu është raporti me elektoratin, që do të thotë në asnjë moment, pavarësisht statistikave, pavarësisht mandateve, Partia Socialiste në këto zgjedhje do të ketë një ulje, por do ta ketë graduale. Dhe unë jam i bindur, pavarësisht se çfarë rezultati mund të marrë Partia Socialiste, duhet të ketë parasysh ekzistencën e saj pas 2030-s. Që do të thotë 2025, 2029, Partia Socialiste duhet të luftoj shumë me veten e saj të brendshme. Sepse pas zgjedhjeve do të kemi arrestime. Është e sigurt kjo gjë. Jo se e kanë thënë të tjerët, po thjesht dosjet që i kanë hapur njëri tjetrit është lufta e brendshme. Pra,